Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit BB 35 vjeç banues në Vlorë, pasi në vijim të informacionit paraprak të dhënë ditën e djeshme më datë 26 shtator për motive të dobta ka dëmtuar me një send të fortë në pjesën e krahut shtetasin me iniciale EG 40 vjeç banues në Vlorë. Po ashtu, policia njofton se ka nisur procedimin penal ndaj shtetases me iniciale LD 66 vjeçe banuese në Vlorë, pasi ndaj saj ka bërë kallëzim shtetasi me iniciale DH 48 vjeç se kjo shtetase e ka kanosur me fjalë, si dhe ka vendosur materiale ndërtimi në pronën e tij. Po këta specialist referuan materialet për vlerësim, pasi më datën 26 shtator në lagjen Rilindja për motive të dobta janë konfliktuar me fjalë dhe janë shtyrë fizikisht shtetasit AM 33 vjeç dhe AB 27 vjeç të dy banues në Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Orikum referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal ndaj shtetasit me iniciale GH 35 vjeç banues në Fier, pasi në Orikum në kantierin e firmës së ndërtimit me drejtor këtë shtetas është konstatuar se po ndërtoi pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Konispol, në vijim të kontrolleve të kryera në kuadër të operacionit Koordinatat, ushtruan kontroll në fshatin Zar të Konispolit, ku si rezultat u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit me iniciale TSH 63 vjeç banues në fshatin Zar, pasi në oborin e banesës së tij u gjetën të kultivuara disa bimë të dyshuara narkotike kanabis. Materialet referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.